Rikthehem, protestat e zhvilluara gjatë javës së fundit në Shqipëri dhe projekti planifikuar në Zvërnec ka ndërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare, ndërsa kryeministri Rama ka vijuar të mbrojë publikisht nismën që ka shkaktuar debat të gjerë. Në një intervistë për Al Jazeera, kreu i qeverisë deklaroi se projekti, i cili ka vlerën e miliarda dollarëve, do të realizohet pavarësisht kundërshtive dhe spekulimeve që qarkullojnë. Sipas tij, investimi përfaqëson një mundësi të rëndësishme zhvillimi ekonomik për vendin. Rama hodhi poshtë akuzat se qeveria po shet ose po i kalon pronë publike investitorëve privat, duke theksuar se bëhet fjalë për një marrëveshje mes palëve private. Sa i përket projektit që ka shkaktuar gjithë këtë reagim dhe polemik në mbar botën, bëhet fjalë për pronë private. Nuk bëhet fjalë për tokë publike që qeveria shqiptare po jep duke e shitur vendin. Është pronë private, thot Rama. Është një shprehje interesi e bazuar në një marrëveshje private mes palëve, në të cilën qeveria shqiptare nuk ka asnjë rol, ka vijuar më tej kryeministri nga zyra e tij. Deklaratat e kreut të qeverisë vinë në një moment kur projekti në Zvërnec vijon të jetë në qendër të debatit publik, duke nxitur reagime nga aktivistë, banorë dhe organizata të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.